Tash i djali i ditëlindjes, besoj se je ti, apo jo? Do vish me mua këtu të lutem? Se unë s'kam ku të vi aty. Nga kush mendon se jam unë sot? Kush më solli? Duke se ava ime? Jo, se ke gjetur. Babi? Jo, se gjete fal, do ta zbuloj më. Shikoj tash. Kam këtë me çokolata, se më kanë thënë që i ke shumë qejf çokolata. Është vërtet kjo. Urdhëra. Kam edhe këto dy zemrat. Happy birthday. Urdhëra. Të dua shumë. Kush të do shumë? Mos më ka sjell ndonjë çupkë. E mirë. Po sikur të dal ndonjë çupkë pastaj. Ta shikoj. Jo për gjë, po ishte romantike. Më ka parasysh edhe për tarish. Të pëlqen? Do t'i vjen sa ato ta marrë të rrosi banana. Urdhëro. Tashi kam një shkrim që e ka shkruar ajo çupa vet. Do ulemi pak aty të dy. Mos po ta bëjmë që zemra baba? Tash i bie oke shumë çuka ose ndonjëra që ka qetur. S'ka mundsi. Sot më mbush 10 vjet. Por për mua do të mbetër gjithmonë ai vogëlushi që e mbaja për dore, që e rritja me dashuri dhe që ma mbushi zemrën plot. S'qem kam nga çuka. Edhe pse sot na ndajnë kilometra, te kanë kaluar 5 vite pa u parë në sy, dashuria ime për ty nuk është larguar as një ditë. Ajo vetëm është rritur bashkë me ty. Këtë e larg. Jo. E di sa shumë më pret dhe e di sa herë më pyet, Baja, a do vish? Dhe zemra ime coptohet, por dhe buzëqesh, sepse kjo më tregon sa shumë do. Dije një gjë i vogël. Baja është gjithmonë me ty, në çdo buzëqeshje, në çdo hap që heq, dhe në çdo ëndër që flet. Uroj të rritesh i shëndetshëm, i lumtur, me zemër të pastër dhe me shpirtin e bukur që ke. Të dua pa fund, më shumë se sa fjalët mund ta shprehin. Dhe dita kur do të përqafoj sërish, do të jetë festa më e madhe për mua. Edhe kjo është me foton tënde. Edhe të bajit, sigurisht. Tash ti e gjete kur te po. Unë doja të gatsh me zemrën. Edhe kjo është për ty ta mbash kujtim. Baja. Happy birthday, Anna. Thank you.